Sonte nata finale e Big Brother VIP Albania, ti edicionit 4, edicion me shumë surpriza, emocione. Dikush mendon se ka qenë më i bukur, dikush mendon se ka qenë më i dobët, dikush mendon se ka qenë mesatar. Por pak rëndësi ka që është ndjekur masivisht dhe na ka dhuruar pozitivitet, negativitet, çdo gjë nga pak. Tani unë shpresoj, e thash dhe kur isha brenda shtëpisë Big Brother, ja thash të 4 atyre që normalisht të 4 që janë finale, të 4 mund ta meritojnë fitoren, sepse për sa kohë janë finale, ti je një hap larg fitores. Dikush më pak, dikush më shumë, por që të 4 kanë dhënë për atë shtëpi, pavarësisht a jemi ne dakord, as jemi ne dakord me çka kanë dhënë ata secili prej tyre. Kështu që unë besoj që shqiptarët do bëjnë një zgjedhje të dur, besoj se shqiptarët do zgjedhin personin që i përfaqëson, personin që si thush është njëri prej tyre, personin që i përmbush dhe mbi të gjitha do zgjedhin si fitues personin që i plotson të gjitha kriteret për të qenë fitues i një formati si Big Brother. Besoj kriteret i kemi të qarta gjithë, besoj që kriteret janë më shumë se 1, 2 e 3, sepse një njeri që fiton Big Brother, një eksperiment si Big Brother duhet jetë i formuar me nuancat forta leadershipi, me nuancat forta karakteri, me argumentat forta, me qëndrueshmëri, me durim të fortë e kështu me radhë. Janë gjitha prapë brenda dhe shqiptarët besoj që do dinë të votojnë dhe do dinë të zgjedhin fituesin apo fituesen e këtij edicioni. Shpresoj të fitoj më i miri ose më e mira, shpresoj të fitoj ai apo ajo që vërtet e meriton në të 4 cepat e të lajos. Ju përshëndes.